5 inspektorë të IMT janë vënë në pranga në Tiranë pasi lejuan ndërtimin e 3 vilave në një kompleks në Sauk. Duke shpërdoruar detyrën, lejuan ndërtimin pa leje të 3 objekteve në një zonë rezidenciale në Sauk. Vjen në pranga 5 inspektorë të IMT Tiranë dhe në hetim një tjetër. Shpallën në kërkim 3 shtetas me të njëjtën detyrë. Më tej u vu në pranga 2 shtetas dhe u shpallën në kërkim 3 të tjerë, administrator të subjektit ndërtues dhe zbatues të projektit për ndërtimin e 3 objekteve. Në vijim të kontrolleve dhe verifikimeve intensive në terren, kryera së fundi në kuadër të planit operacional barkombëtar të koduar hapësira publike, me objektiv konstatimin dhe ndëshkimin e rasteve të pushtimit hapësirave publike me ndërtime të paligjshme dhe ose me aktivitete fitimprurse, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare finalizuan operacionin Wrong Project, në kuadër të cilit evidentuan 3 raste në fushën e ndërtimeve të paligjshme në një zonë rezidenciale në Sauk, thuhet në njoftim.